Ko pas ka po më bërë mi drejtë se bëre më përpara. Shumë Ornella Simoni, jam nga Mallakastra, jetoj në Gjermani. Jam 34 vjeçe dhe jam mjeke veterinere. Kur bëja video të thashta gjithmonë, lutem mos më kapni kështu. E kisha frikën se mos nxihesha, mos fryesha, dhimbjet absolutisht, por që post-operatore s'ka pas lidhje fare me videot që kam parë. Me bashkëshortin kam vite edhe kur i thoshta do ta bësh, më thosh unë të njofa me këtë hund, nuk dua ta bësh shumë mirë. Një nusja e kushurit tim para disa muajsh e kam bërë tek ju. Edhe hodhi foto dhe ke parasysh kur e ke ti defektin e tillë dhe atje të vënë tash mos ke bërë gjë operacion, po tha ku e ke bërë tek Eti direkt shprajta. E kam pasur septumin e zgjatur përpos kurrizit dhe që kur kam dalë në operacion e parë që ajo ishte shkurtuar, e vura re përpos pjesës që ishin tamponët dhe dija që diçka e bukur do dilte, por që u befasova. Për mirë. Mos shifni video, bëni çfarë thot zemra, nëse ti e mendon se kjo është gjë e dur për ty, bëje. Është operacion shumë i lehtë.